Mirëmbrëma miq të RTS Shkodra. Ky është emisioni i dytë i jemi, që quhet Studio D. Dhe kam kënaqësinë edhe nderin që kam ftuar një nga miqtë e mi të vjetër të sportit dhe pastaj edhe koleg, po themi pune dhe jete, që është Oltion Luli, sigurisht me postin kësaj radhe të kryetarit të Këshillit të Bashkisë, por gjithmonë unë kam dëshirë që të thras Oltin. Edhe besoj se do ma lejosh edhe në intervistë që të them Olti. Mirë se ke ardhur, mirëmbrëma Olti. Faleminderit, veç kënaqësi që jam pjesë e këtij emisioni dhe për mundësinë për me nda me ju disa eksperjenca nga puna si kryetari i Këshillit Bashkiak të Shkodrës, në të njëjtën kohë jo vetëm për studion tuaj, por edhe për qytetarët, të cilët në fakt interesin në lidhje me veprimtarinë dhe punën e Këshillit Bashkiak e kanë të rritun për vetë faktin si përçmërit për punën tonë, të vendimarrjeve të cilat ndikojnë drejt për drejt edhe në jetën e qytetarëve, janë shumë të rëndësishme, por të njëjtën kohë unë do të thosha që është edhe një mundësi dhe një audiencë e shtuar për vetë punën që ne kena bërë deri tani, si Këshill Bashkiak, por edhe njëjtën kohë me nda dhe me debatues bashkët opinione, sepse edhe në punën tuaj qoftë si gazetar, si opinionist apo dhe si moderator i kësaj studio, unë do të thosha që jeni vazhdimisht në kontakt me mbledhjet e Këshillit Bashkiak, jeni në kontakt me vendimet që miratohen nga Këshilli Bashkiak, sepse siç e thash në fillim ato ndikojnë drejt për drejt edhe në jetën e qytetarëve. Ulti, është mos e qartë, por duke nda besin nga gazetari dhe opinionisti, sigurisht është diçka e rëndësishme që edhe në prizmin shoqëror, në përgjithësi, krijohet një lloj ide e pamjaftueshmërisë të tjenisë për mi çfarë bën Këshilli, rolin e kryetarit, si them tash edhe vetë komisionet, vetë raportin që kanë, puna e përditshme aty, raportet që kanë edhe me ekzekutivin, bi fjala me bashkinë. Në një anë më duke pamjaftueshme ndjenia edhe në publikun e gjerë. Tash unë jam i qartë që një emision nuk i sqaron këtë, po për sa mundohemi ne duhet ta bëjmë patjetër. Dhe kjo është edhe arsye që kisha dëshirë jashtëzakonisht të madhe që ta bëja një bisedë edhe me ju, e sidomos për periudhën e fundit. Kisha dëshirë ta fillonim nga fundi, nga një moment, hym tash në emision normal. Një moment që më duk i përshpituar ose si jashtë rradhe, i cili ishte momenti për të gjetur mënyrën e rregullimit dhe rregulloreve për monumentet, për diçka që është e rëndësishme edhe për Shkodrën për ta rregulluar. Unë kam shumë vërejtje dhe shumë, por këto janë pjesë e gazetarisë. Po për t'i vendosur në një plan korrekt, ligjor edhe rregullash. Ishte, me sa duket, me dhe mbledhja e fundit edhe Këshilli Bashkiak. Mbledhja e radhës e datës 3 mars. Po që u fut gati si pa radhë, po themi. Ose u fut kështu si... Çfarë ndodhi edhe a mund ta tregosh pak historinë shkurtimisht? Kam për te karakterit miqësor dhe shoqënor që kemi bashk dhe për te asaj çka është interesum audienca për mendi, unë do t'i përgjigjem gjitha pyetjeve, si Oltion, por gjithmonë duke pas mi shpinat e përgjithësinë si kryetari i Këshillit Bashkiak. Nuk mund ta ndash tash me Oltin nga kryetari i Këshillit. Është pa mujtun për ta nda. Unë do të them që secila prej mbledhjeve të Këshillit Bashkiak ka një procedurë, i cili do të thosha është elementi kryesor në një sistem demokratik. Pa procedurë nuk ka sistem. Sigurisht, patjetër. Dhe gjithë veprimtaria e Këshillit ushtrohet mbi bazën e ligjit, akteve nënligjore, si dhe të një rregullore, e cila një mënyrë një tjetër ka përcaktuar gjitha procedurat në mënyrën e funksionimit. Nisur nga pyetja juaj për mbledhjen e fundit të Këshillit, ju e përmendet dhe është tregues pozitiv që ne në mbledhjet e Këshillit kemi një interes të jashtëzakonshëm të atyre që ndjekun mbledhjet e Këshillit, kjo për shkak edhe të transparencës dhe transmetimit live që bëhen jo vetëm nga mediat, por edhe nga Facebooku i Bashkisë, i Këshillit Bashkiak,
i cili jep mundësi kudo, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe për te qytetit Shkodrës, për të njek kush është interesuar për të njek zhvillimet e mbledhjeve të Këshillit. Dhe një nga diskutimet e mbledhjeve të fundit, si praktik, ne kena gjithmonë miratimin e rendit të ditës nga ana e Këshillit Bashkiak, është procedurë krejt normale që e njekëm vazhdimisht, por në një mbledhje e cila duhet të miratohet ata çka kishte propozuar kryesia, u propozu që të futen në rendin e ditës dhe miratimi i rregullores për sa i përket vendosjes së veprave të artit në territorin e Bashkisë Shkodër. Është një rregullore e cila është punuar me shumë kujdes, ka kohë që punohet. Ishte planifikuar për në muajin nënor, por për shkak të propozimit për ta ripa në disa pika që lidhen me organizimin apo me ndryshimin e disa neneve, u shty në një mbledhje pasardhëse. Nuk u realizu një gjë e tillë për shkak edhe të mos impenjimit apo të propozimeve konkrete dhe unë në cilësinë e kryetarit kërkova që të mos përfshihe për shkak të procedurës. Unë thash që jam strikt i procedurës, jam në mbledhjet e Këshillit, unë nuk jam vetvetja. Unë jam kryetari i Këshillit Bashkiak që në raport me ligjin unë nuk kam asnjë kompromis me as kërkën tjetër. Megjithatë ishte një diçka e cila u përfshi në rendin e ditës, unë kisha një qëllim të temin të cila e shprehova me abstenim, në mënyrë që të shmangej precedentit që Këshilli mundet, anëtarët e Këshillit i imponohen rregullave dhe procedurave, për sa i përket çfarë do lloj propozimit që vjen. Megjithatë është një rregullore e cila disiplinon, është rregullore që nuk e kanë, do thosh, asnjë nga bashkitë e tjera, disiplinon edhe vendosjen e veprave të artit në territorin në jurisdiksionin e Bashkisë Shkodër. Të lutem, nuk du ndërprej, mbaje mend ta vazhdosh me sa në idenë. Nuk kemi pasur asgjë për këtë? Jo, nuk është e parashikuar. Ideja është po. E para nuk ishte e parashikuar, e dyta nuk kemi pasur asnjë lloj sistemi referimi se bie fjala do vendosim X figurë ose Y figurë dhe kjo ka një procedurë, ka një rregull, ka një aprovim. Patjetër. Nuk ekzistonte diçka e tillë. Nuk ka një rregullore, as në ligj nuk është e përcaktuar. Se kush duhet ta marrë këtë kompetencë, kur nuk është e përcaktuar në ligj, atëherë është si është lejuar kështu volontarisht. Prandaj kemi edhe disa vepra të cilat janë është detyrim atëherë i Këshillit për ta marrë përsipër për të hartuar një rregull tjetër, për ta disiplinuar, normal që është një rregullore që përcakton kriteret. Sigurisht, patjetër. Përcakton kriteret. Merret me parimet, thjesht nuk merret me figurat edhe me parimet dhe secili prej këtyre elementeve janë të saktuar mirë në rregulloren e vendosjes së veprave të artit. Dhe kur kam parasysh veprat e artit, brenda saj përfshihen një kategori e caktuar memorialet, bustet, lënd artit e kështu me radhë, në mënyrë që gjithë kuadri, domethënë të jetë i plot, dhe aq më tepër është shumë e rëndësishme që ka dhe një gëshëtim të anës ligjore që lidhet me planin e përgjithshëm vendor që ka qyteti, lidhet edhe me planin e zhvillimit të territorit, planifikimin e zhvillimit të territorit, sepse pra shkon koherencë edhe njëkohësisht, sigurisht. Sepse veprat publike, veprat e artit vendosen në hapësina publike dhe hapësinat publike do të jenë pjesë e këtij plani. Aq më tepër që edhe ka vendimarrje dhe publike, sidomos ajo vendimarrje që duhet. Është vendimarrje publike për shumë arsye, sepse nena sigurisht bazohet edhe me rregulla. Me rregulla, jena përfaqësues të këtij qyteti, përfaqësojmë pavarësisht bindjeve politike dhe krahave politike që kemi. Ne domethënë kena marrë përsipër domethënë të rregullojmë në mënyrën e dur siç duhet jetën e qytetarëve të Shkodrës. Dhe kjo rregullore besoj që i ka parapri shumë kërkesave të cilat vinë pranë Këshillit Bashkiak, sepse institucioni i Këshillit Bashkiak i cili miraton këto kërkesa me votim, kuptohet, sepse votimi është pjesë e procedurës. Pjesë e demokracisë. Pjesë e demokracisë dhe votimi duhet pranohet në çfarë do lloj forme që do të jetë. Pra të pëlqen apo nuk të pëlqen është ky lloj sistemi. Por ama bazohet mbi një rregullore që ka sjell deri ke votimi. Patjetër, ka kritere e cilat duhet vinë deri tek votimi. Kuptohet që ky qytet ka një histori shumë të gjatë dhe më kujtohet statutet e Shkodrës janë një tregues i mirë i kësaj se si ka funksionuar ky qytet, ka treguar një emancipim të jashtëzakonshëm, një qytetërim shumë përpara jo qyteteve shqiptare, por po them por edhe vendeve të tjera.
Dhe në 1300 e barazonte me gjithë me Sienën, Venedikase. Venedikase, dhe mos harrojmë një gjë që Shkoda kishte statutet e veta, e cila në vetvete ishin përmbledhje të normave juridike, civile apo penale, për me tregu mënyrën organizimit dhe të funksionimit, një aspekt ligjor i shkëlqyer. Dhe kur ka ndodhur kjo, ka ndodhur në vit në shekullin e 14, pra në gjysmën e parë të shekullit 14 dhe ka vazhduar deri me rajin e Shkodrës. Pra Shkodra i kishte këto. Kishte statute të mirë organizuara dhe një përpara se të kishte kanune. Përpara se të kishte çfarë do lloj forme tjetër. Statutet janë civilizimi, janë treguar si më lart i këtij qyteti si funksiononte. Dhe pikërisht domethënë ne nuk mund të shmangim procedurën, nuk mund të shmangim kriteret dhe çdo gjë domethënë do të bëhet në përputhje me ligjshmërinë dhe rregulloren e Këshillit. Kuptohet që Këshilli e aprovoi një gjatë të tillë dhe do marrin formë në momentin që të marrin dhe shprehjen e ligjshmërisë nga ana e prefekturës Shkodër për ta bërë të ligjshme dhe implementimin e saj. Kuptohet që ka shumë elemente që do të ndërthuren, qoftë me ngritjen e komisionit të vlerësimit estetiko artistik, sepse është shumë e rëndësishme, pra që sepse ti nuk mund të çosh, nuk mund pranosh vepra artit të cilat nuk janë spakut të kontrollueshme dhe nga çështja artistike dhe estetike. Është pa diskutueshme një gjë aty. Nuk mund të quhet vepra arti çdo gjë që të serviret për të vendosur në qytet. Aq më tepër që ka edhe një diçka tjetër që pjesë e këtij komisioni janë figura të cilat në mënyrë tjetër i përkaqësin fushës së historisë, arkeologjisë, artit apo diçka tjetër, të cilët kanë mi shpinë përvojën dhe eksperiencën dhe njohjen e dhe që duhet bajnë përgjegjësi përderisa konsiderohet. Olti, desha të bëj një pyetje e cila nuk është se na largon nga tema, kjo, me sa shofun, bëhet për dy mënyra, ose e interpretoj unë, më thuaj nëse e kam gabim. E para, për të evituar daljen jashtë rregulla ose volontarizmit, që duam të bëjmë diçka edhe të mirë, po jashtë rregullave. E dyta, që ka rëndësi të madhe, edhe imponimit që i bëhet shpeshherë nga një person, nga grup personash, ose nga shoqata, ose nga individ që ndoshta kanë mendimin pozitiv, shumë të mirë, por që sigurisht pjesa imponuese përbën pastaj aspektin ligjor ose antiligjor dhe antirregulloreve, të cilat sigurisht kur janë, pastaj duhet të përballesh me to. Ideja e ngritjes të kësaj rregullore, të miratimit të rregullore, është miratu rregullore apo. Edhe njëkohësisht të gjithë procedurës, është që i përbën këto dy apo ka dhe diçka të tretë që unë nuk e marr me mend sot. Janë këto dyja, ekzistojnë këto dyja që them unë, është pjesë e këtij e luajtjes të këtij parimi ose të kësaj loje deri tash. Për vetë karakteristikën që ka Bashkia e Shkodrës, ju dini ka një shtrirje që fillon nga Alpet dhe përfundon deri në Bregdetin e Beripojës. Plus edhe historia, plus edhe... Ka histori, ne jam me fat qytet me histori, me trashëgimi kulturore, sportive, dhe unë besoj që secila prej elementeve që përbajnë strukturën e këtij qyteti, qoftë edhe struktura ekonomike, qoftë sociale, qoftë politike, qoftë kulturore apo diçka tjetër, pra duhet të mendoj dhe të organizohet dhe të propozoj mi bazën e kësaj rregullore, mi bazën e mënyrë se funksionimit. Pra çdo kush që vjen atje, përpara se të fillojë dhe të krijojë idenë, duhet shikoj rregulloren. Rregulloren është domosdoshmëri, është domosdoshmëri. Atëherë nuk është një diçka që vendos individi. Kjo është Këshilli është organ kolegjial. Është organ kolegjial. Dhe ne kemi një komision i cili unë e përmenda më përpara, është komision i cili vlerëson në mënyrë të paanshme të çdo propozim që vjen. Dhe ky vlerësim e përcjell kryetari i bashkisë dhe pastaj kryetari i bashkisë e përkthen në projekt vendim i cili vjen për miratim në Këshillin Bashkiak. Atëherë është Këshilli Bashkiak i cili merr vendimin. Ne nuk mund shkelim rregullore për hatër të askërkujt. Nuk jemi ne që e vlerësojmë, ne e vlerësojmë me votë, por ka procedura për të shkuar deri te vlerësimi i figurave kushdo qofshin apo i veprave të cilat mund vendosen në territorin e bashkisë kombëtare. Është vënuar si po themi si procedurë edhe si krijim një rregullore. Unë besoj që asnjëherë nuk është vonë për me disiplinu dhe me bërë gjërat me funksionu në këtë qytet ashtu siç duhen. Unë ju përmenda para statutet i përkaqësin vitit 1340 në vazhdim, jo më tashti. Edhe në kohën e Mretit Zog, Bashkia e Shkodrës kishte një rregullore për sa i përket qytetarëve të Shkodrës. Një rregullore e cila në mënyrë një tjetër disiplinohet çdo aspekt të jetës.
Ju e dini që ka pasur rregullore edhe për nderimin e figurave dhe këtë bile unë nëse do kesh dëshirë të dërgoj një pjesë të saj, është përdorur kryesisht me mandatin e zotit Prodani dhe ka shkuar deri te zoti Kakarigi. Zenel Prodani ka qenë kryetari i bashkisë në vitin 1930. Atje nuk ishte me proces të zgjedhjet, ishte me proces emërimi. Po vendosesh nga Këshilli Bashkiak zgjidhesh, ndërsa kryetari i bashkisë emërohesh nga monarku. Dhe besoj që ajo mënyrë ka funksionuar sepse dhe në Këshillin Bashkiak, po sidomos me vendimin ishte edhe rregulloria, ekzistonte rregulloria, është edhe rregullore, ose po themi e ngjashme me një rregullore, e cila stabilizonte edhe jo vetëm emrat, po edhe rrugët, edhe njëkohësisht edhe çfarë do vendosesh në atë rrugë. Është vërtet. Pra ka në detaje për organizimin e jetës së qytetit. Në çdo detaj të jetës së qytetit. Kështu që nuk kemi pse të jemi mbrapa në këtë drejtim. Jo, është Shkodra e ka një eksperiencë të tillë. Ekziston në bashkinë e saj, bashkinë fantastike. Po e ripërtrin një gjatë të tillë. Dhe kuptohet në kushtet aktuale, sepse gjanat kanë evoluar. Por gjithmonë duke respektuar procedurën. Thashë në fillim demokracia është procedurë megjithatë. Tashi, sigurisht, kjo, atë që mendoj unë edhe sigurisht me atë që kemi biseduar edhe bashkë, i bie të jetë normalisht edhe eksaktësisht lufta për parime. Po flas me fjalë të mëdha, por në të vërtetë kështu është. Të kemi parime të qarta se si vendoset dhe ky është pjesë e qytetërimit, është pjesë e qytetërimit dhe pjesë e urbanitetit. Në të vërtetë keni bërë një punë të mirë dhe keni edhe përkrajën time me sa ka mundësi në këtë lloj drejtimi dhe ju përgëzoj të gjithë kush ka punuar në këtë drejtim. Sepse, ma lejo të qi një diskurs të vogël timin. Ne, sipas me, në Shkodër, kur them ne, domethënë shoqëria në Shkodër, bashkia dhe institucionet e saj dhe subinstitucionet e tjera, mesela që përkasin shtetit dhe pushtetit në përgjithësi, kanë elementet e tyre, po ne po them, unë them si shoqëri. Spakut për monumentet edhe për veprat e artit dhe këto është vepruar disi në mënyrë spontane dhe jo me kontrollin e duhur. Olti, ne kemi jetuar, unë më tepër se sa ti, kohën e dikushme. Merresh vendim ke komiteti ekzekutiv dhe ke komiteti partisë, shifesh edhe politikisht. Gjithë strukturat përgjithëse. Gjithë strukturat përgjithëse. Merresh, sigurisht dilshin herojt, dëshmorët e asaj kohe, ishte pjesë e ideologjisë. Sigurisht ajo kohë ka kry punën e saj dhe nuk mund të funksionojë. Por atëherë kishte një lloj rregullore. Ta lesh pa një rregullore të tillë, një qytet me kaq interesa që përplasen në mënyrë të tillë për të mirë, nuk po them kurrë për të keq. Është një mungesë e jashtëzakonshme e perceptimit për mbi ligjin. Në këtë rast, vlen ajo që të thash më përpara. Ju falenderoj shumë se keni shkuar në këtë lloj drejtimi. Ju falenderoj në mënyrë absolute dhe them që është bërë një nga veprimet më të mira të mundshme për t'u largu pastaj edhe çdo lloj që i ka zakon Shkodër, edhe barcaletave edhe çiçmicave, ku diun dramcave që bën. Të falenderoj që bisedën do të nisme pikërisht me këtë pikërisht. Është një veprim i jashtëzakonshëm. Falenderoj. Ulti shkojmë pak më përpara në kohë për një element shumë të rëndësishëm që ka sipas meje, mbledhja më e rëndësishme edhe konkluzioni i Këshillit Bashkiak është buxheti. Sigurisht që brenda për brenda gjitha mbledhjeve dhe diskutimeve dhe vendimmarrjes që keni aty, do bisedojmë më vonë, ka dalin edhe element të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Por buxheti është një element shumë i rëndësishëm. Një fakt, ka 2 vjet që opozita nuk voton asnjë lloj buxheti. Sa jetim duket apo ke më gjatë? E para, e dyta, hera e fundit, dhe sigurisht jo thjesht si narrativ, Olti, po thjesht si problematik. Si u punu për buxhetin, se unë s'pakot shifja në ato daljet tuja, që do kontrolloje, do bisedoje, do ta hidhje fjalën në publik, do diskutoje, do merrje vesh. Edhe në komisione. Në fakt, çka kishte keq edhe si shkoi puna deri në atë pikë, dhe si ka mundësi që pastaj edhe nuk votohet. Këtu nuk du me bëha politikë, thjesht du mu interesu për qytetin tim. Këtu janë paret e, apo ja, janë fondet edhe zhvillimit e. Tash je qetësu për asaj kohë se kanë kaluar disa muaj, po. A ka mundësi që ta marrim prapë edhe herë në analizë? Për të rikthy asaj çka është pjesë e vrimtarisë së punës së Këshillit, unë besoj që gjatë gjithë vitit
Këshilli Bashkiak ushtron anëtarët e Këshillit dhe sekretariati një punë e cila në mënyrë një tjetër nuk është vetëm ajo çka shihet në një mbledhje. Normal. Është shumë më e gjanë, kërkon shumë më tepër angazhim dhe përgjegjësi për me përfaqësuar siç duhet qytetarët e Shkodrës dhe me respektu besimin që na kanë dhënë. Dhe pothuajse gjitha mbledhjet kanë njëjtën procedurë për sa i përket mënyrës së organizimit, por gjithmonë mbledhja e Këshillit mbetet mbledhja e buxhetit, ku diskutohet buxheti i vitit pas ars, si edhe programi buxhetor afatmesëm, janë dokumenta shumë të rëndësishëm, strategjik, dhe kuptohet që kërkojnë impenjimin e gjithëve. Përpara se me e prezantu ose për të hartu një projekt buxhet, kuptohet që ka një kalendar për miratimin e këtij buxheti, i cili fillon qysh me janar të vitit pas ars. Ky kalendar përfshin gjitha procedurat. Pra ka kaluar një vit, thoj ti. Po, për një vit, pra gjatë një vitit hartohet gjithë dokumentacioni për sa i përket projekt buxhetit. Dhe brenda saj përgjithësi kuptohet që ka qoftë ekzekutivi në mënyrën e prezantimit të materialit buxhetor, qoftë edhe Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak në bazë të ligjit organizon pothuajse gjithë dëgjesat publike, që është një element shumë i rëndësishëm, bazuar edhe tek ligji, pra është një detyrim ligjor, dhe për sa i përket hartimit të buxhetit ne kishim zhvilluar rreth 12 dëgjesa publike. Kur flas 12 dëgjesa publike kanë parasysh në gjitha njësitë administrative, duke përfshirë edhe Shkodrën, edhe qytetin e Shkodrës me gjitha lagjet që ka. Kuptohet është një punë shumë voluminoze dhe mijitha është detaju çdo gjë me atë çka do bëhet qoftë në vitin pasardh, qoftë edhe çfarë dëgjoni aty? Kuptohet që është një formë shumë, do thosha megjithëse është një detyrim ligjor, është një formë jashtëzakonisht e mirë komunikimit me qytetarët, sepse përpara se të dalet në një dokument final, do të thonë merren sugjerimet dhe gjithë propozimet të cilat synojnë përmirësimin e aty në çka vetë qytetarët janë të interesuar. Dhe kuptohet që vetë specifikat janë të ndryshme në Bashkinë e Shkodrës, duke filluar që është nga Shala deri në Velipoj, po dhe kuptohet dhe problematikat janë të shumta. Dhe një mënyrë një tjetër, ky buxhetet nuk ka se mundin për të zgjidhur gjitha problemet, sepse ne kemi probleme të cilat janë të trashëguar me vite. Janë të trashëguar me vite. Dhe për këtë dokument shumë të rëndësishëm, si ekzekutivi, ashtu edhe Këshilli Bashkiak kishte realizuar gjithë procedurën, edhe në ditën e zhvillimit të mbledhjes, ajo që ka përbate më tepër interes, jo vetëm për këshilltarët, por më tepër për qytetarët e Shkodrës dhe për te qytetit të Shkodrës, sepse ju shihni që Shkodra ka një vëmendje të shtume, qoftë për sa i përket interesit të qytetarëve nga Shqipënia që vinë, qoftë edhe aty në që vinë nga jashtë, por qoftë edhe nga vetë qeveria. Në mënyrë një tjetër për t'i dhënë atë rëndësi që Shkodra ka pas gjithmonë peshë të veçantë në lidhje me zhvillimin. Dhe do të thoja që në moment që kur kryetari i bashkisë po prezantonte, po shprehte vizionin për cilin ai kishte të drejtën për ta prezantuar, jo vetëm për Këshillin, por edhe për qytetarët e Shkodrës, në moment masi marrë prezantimin, pati një ndërhyjje e cila nuk e kam përjetuar në drejtimin e Këshillit, por në mandatet e tjera si antar i Këshillit Bashkiak. Ne kena pas edhe përvojat të cilat kur Këshilli ishte krejtësisht i majt dhe ekzekutivi ishte një palë të kundërt dhe ne kishim shumë më të lehtë që të votoshim gjithçka kundër, po s'kemi menduar në këtë prizëm. Asnjëherë jeni kritikuar edhe nga unë, pse ja aprovoni gjëra. Pse miratoni çdo gjë. Megjithatë ne duhet të mendojmë për te përfaqësimit politik. Duhet dëgjojmë atë ekuilibrin, dakordsinë, domethënë, çka është e mirë për politikën dhe çka është e mirë për qytetarin. Dhe besoj që ne ne votuar për të qenë pjesë sigurisht kemi menduar Shkodrën përpara se të mendoni politikën ose partinë. Dhe kishim shumë më të lehtë për të bllokuar gjitha projektet, gjitha projekt vendime dhe çdo gjë që lidhet, por nuk e kemi bërë asnjëherë. Dhe në momentin kur kërkova që nga ana e administratës të prezantojë detajet teknike të buxhetit, se shumë e rëndësishme, kryetari shpa vizionin, pra e zhvillimit të qytetit, ndërsa detajet teknike janë shumë të rëndësishme. Si do sigurohen parat për investime, ku janë të ardhurnat kryesore dhe si do shpërndahen në raport mbi këtë çtrrirje të rëndësishme dhe kërkesat e pafund që kanë qytetarët e Prishmërisë, qytetarët e Shkodrës. Dhe në një moment të tillë debatet kaluan përtej normales, ishin debate të cilat nuk janë pjesë e mbledhjeve të zakonshme të Këshillit,
Unë kuptoj që roli I Këshillit është qoftë përfaqësues dhe vendimmarrës, por megjithatë është një rol politik bërës, I cili një mënyrë një tjetër nuk ka thjesht për ta përdorur karrigen apo foltoren për debate politike ose për arjen politike, është për të hartuar politika të cilat japin strategjike, të cilat japin zhvillim të rëndësishëm Shkodrës. Pra ka një peshë krejt tjetër dhe përdorimi I foltorës, domethënë, për të shpreh qoftë emocionet politike, mund t'i shërbejnë kujdo, po jo qytetarëve të Shkodrës. Po mos I ngjanin ndoshta doshin të imitoni një farë mënyrë edhe kuvendit. Ndoshta është një kopje e shëmtuar në mënyrë mekanike, një kopim I shëmtuar jo me kreativitet. Jo me kreativitet. Kreativiteti vetëm duket ishte ajo partia e Enver, jemi gati kur do erë. Po, a ndodhi në atë rast apo ishte në rast tjetër? Po, është e vërtetë, e dëgjoj edhe në atë rast, por unë të them drejtën në këtë aspekt emocionin politik, unë e kam sigurisht e ke zero. E kam të zeruar përballë ligjit, përballë rregullores. Dhe këtë moment kërkova dakordsinë për ta ndërpres seancën, për ta vazhduar mas pak, kërkova edhe një mbledhje të kryetarëve të grupeve. Aktualisht grupi e Këshillit përbëhet nga 51 këshilltar dhe konkretisht kemi 3 grupime politike. Dhe kërkova mendimin e tyre për qetësimin dhe lejimin e mbledhjes në mënyrë normale, sepse interesi ishte për te Këshillit, ishte për të ndëgjuar qytetarët. Ashtë ma tepër që kanë pritshmëri nga ky mandat. Dhe në asnjë prej diskutimeve nuk gjetët dakordsinë për ta vazhduar mbledhjen siç duhet. Atëherë u riktheva, kërkova mendimin e grupeve dhe në mënyrë nuk kisha dashur asnjëherë që ky të kalote pa diskutim, por me qenë se pjesa tjetër insistonte, këngulte në shkeljet e procedurave dhe të rregullave, pa të impononte kryetarit e bashkisë apo administratës atë çka aty ne ju interesonte, atë kërkova mendimin e kryetarëve dhe e hodhëm në votim dhe Këshilli miratoi buxhetin e vitit 2025 dhe programit buxhetor 2025-2027. Kuptohet, unë e di që nga herë këshilltarët kanë ngarkesat e tyre politike, përfaqësojnë partitë të ndryshme politike. Kontributi im është që këto debate politike, të mos kalojnë në debate të cilat cërnojnë ato investime, ato pritshmëri që qytetarët kanë për sa I përket buxhetit. Një diçka që mundemi ta bisedojmë në mënyrë sigurisht tash të ftofurim emocionesh. Është e mirë që sapo thatë I xherroj edhe emocionet përballë shfaqjeve të tilla. Kjo është shumë e rëndësishme për një drejtues seancë ose sidomos drejtues të Këshillit ose të Parlamentit, është shumë e rëndësishme. Ju përgëzoj. Por ajo që duhet të them është, shiko, në botën normale, sidomos në këshillat, e kam fjalën për këshillat bashkiake të pushtetit vendor, me interesa ngushtësisht të qytetit, të lagjes tonë, të rrugës tonë, nuk e di, të pastrimit, të shërbimeve nga më të ndryshme. Kërkesa për konstruktivitet është, nuk e di, është maksimale, është e maksimalizuar. Si mund të silles si destruktiv, jo me kuptimin destruktiv e thymjes edhe ngjarjeve që shohim zakonisht kjo salla këtu, por e kam fjalën të një sallë e Këshillit Bashkiak ku nuk më rezultoi se ai buxhet ishte më I vogël, më rezultoi se ishte buxhet më I madh. Patjetër, çdo gjë ka kanë më I madh. Më rezultoi se disa element, për shembull, që nuk ishin furnizuar kurrë me para ose me projekte ose me plane, po furnizoheshin. Pra, si mund të tregohesh në një farë mënyre jo konstruktiv, nuk po them destruktiv, jo konstruktiv. Ka kaq shumë rëndësi, Olti, po flas tash po të bëj pyetje edhe si njeri që je marrë me politikë gjithmonë, ka kaq shumë rëndësi të tregohesh jo konstruktiv në raste të tilla për qytetin tonë. Shikon. Duke pas parasysh se un kam kritikuar, pse shpeshherë, unë edhe disa të tjerë, po unë, pse disa raste Partia Socialiste e majta, ajo që ishte në shumicë, çonte dorën edhe për element që unë do t'i kisha thënë ndaloj herë, duhet ta bisedojmë këtë punë. Pse kaq jo konstruktivitet edhe që kalon në destruktivitet, domethënë në prishje të një raporti që me qytetin tonë. Këtë nuk e kuptoj. Si vjen, si mundet ta mendosh këtë punë? Është thjesht që e bën politika apo pastaj kemi të bëjë edhe me tipat natyror njerëzor? Janë edhe reflektimi I politikës në qendër. Në qendër.
Patjetër, reflektohen edhe këtu. Mund të jetë edhe urdhër fare, por nuk duhet ta diskutojnë në këtë frym. Unë do të them që këshilltarët kanë mundësi për të treguar dhe për të luajtur rolin siç duhet nëpër komisione. Ne kemi një dobësi në mënyrën e funksionimit të komisioneve. A mund ta bisedojmë këtë? Kjo është shumë e rëndësishme kjo puna e komisioneve. Mund ta hapim bisedë? Kuptohet që brenda strukturës së Këshillit janë 17 komisione të cilat pothuajse i përgjigjen funksioneve që ekzekutivi ka të ngarkuar me ligj, dhe secili prej komisioneve kuptohet ka përgjegjësinë e vet. Nëse diskutimet në komisione bëhen për projekt vendime, gjithmonë bëhen në frymën e duhur, të përmirësimit apo të ndryshimit. Kjo është e mundshme për të bërë, sepse pjesë e mbledhjes të komisionit është administrata. Normal. Dhe secili prej tyre mund të japin opinionet e tyre. A merr pjesë opozita? Se shpeshherë kam dëgjuar se dini problemin fare. Ka pjesëmarrje, po ka pjesëmarrje të paktë dhe asnjëherë nuk arrim të bëjmë ose në shumë pak komisione bëhet korumi, që do të thotë që do të dalim me një vendimmarrje ana komisionit. Qoftë për propozime, qoftë për ndryshime. Dhe kjo e sposton debatin nga komisioni, e zbarton debatin në mbledhjet plenare, pra në seancat plenare, duke e vështirësu. Gjitha debat. Seancë plenare pastaj ke ekzibizionizëm politik. Ke shfaqje politike. Dhe unë protagonizmin në shumë individëve, pra më pëlqen ngaherë protagonizmi i shumë individëve të cilët një mirë një tjetër kërkojnë rivendikohen, dalin në publik. Më pëlqen domethënë, por nuk ka se unë nikohem të ky lloj protagonizmi, ëh. Pra emocioni jem është larg këtij lloj protagonizmit, sepse ka një diçka, shohin si vetëm mundësi, ëh, ekranin apo përpara kamerës për me shfaq opinionet e tyre. Kur shumë mirë opinionet e tyre mund të shfaqen nëpër komisione, qëndrimet e tyre mund të shfaqen nëpër komisione dhe në mbledhjet e Këshillit mund të ketë një debat politik, brenda asaj, po detaje teknike harxojnë kohë. Ne kemi mbledhjet e Këshillit të cilat kalojnë për 5 orë. 5 orë. Sepse merren me detajet që duhet të ishin marrë në komisione, duhet marrën në komisione. Dhe kjo e vështirëson, sepse në komision është e mundën të ndryshohet projekt vendimi, është e mundën të korrigjohet çdo gjë, kurse kur kalon edhe të pranohet. Edhe të pranohet. Sepse biseda mund të shkojë edhe konstruktive, mund të pranohet. Ose ka diçka, nëse ti si je dakord me propozimin e sjellur nga administrata, pra në cilësinë e anëtarëve të Këshillit keni drejtën e propozimit. Të një projekt vendimi alternativ, i cili në mënyra një tjetër debatohet dhe diskutohet në minimumi del në publik, e merr vesh edhe publiku. Po, dhe merr vesh edhe publiku. Pra, ne paraqit me një projekt vendim të tillë, si këshilltar, dhe ekzekutivi ka një projekt vendim të tillë. Gjykoni ju, sepse qytetarët pavarësisht se nuk shprehen, dinë gjykojnë. Po, patjetër. Dinë gjykojnë. Dhe një prej xhanave që ne diskutojmë është pikërisht ajo që thash edhe më përpara. Por jam kot ne organizojmë konsultimet publike. Ne nuk mund të njohim problemet që kanë në thellësi edhe në shpërndarje. Po, edhe në shpërndarje, përveç shtrirjen që ka kontakt, po patjetër. Përveç shtrirjen që ka territori i Shkodrës. Shumë e drejtë. Sepse do ta më gjah. Ajo që është shumë e rëndësishme është që problemet janë problemet të mbartura, janë problemet të cilat kërkojnë zgjidhje, janë problemet të cilat kërkojnë kohë për të zgjidhur, por megjithatë ne nuk mund të njohim problemet e qytetarëve në mënyrë abstrakte nëse ne nuk i ftojmë. Qartë. Nëse ne nuk i ftojmë, ndryshe ke krijuar distancë, nuk di problemet e qytetarëve. Kemi krijuar distancë dhe kjo është një nga mënyrat më të mira, për të cilë problemet e tyre. Dhe normalisht Këshilli prandaj ka një përbërmje të tillë, është organ përfaqësues. Patjetër. Është organ përfaqësues. Ne nuk zgjidhim ne diskutojmë probleme individuale, ne kërkojmë probleme të cilat janë në raport me qytetarët. Po ajo që po thoni është se shpeshherë nuk kryet detyra e këshilltarit. Po, nuk kryet detyra e komisionit. Nuk përballet mirë dhe me kërkesën e qytetarit. Sepse ka diçka. Përveç asaj, qytetari do të jetë një njohës i mirë i territorit, do të jetë një njohës i mirë i mënyrës së funksionimit të Këshillit, sepse pa njoftë ligjshmërinë, pa njoftë rregulloret, pa njoftë problematikat të cilat janë të jashtëzakonshme, jo vetëm në Shkodër, por kudo në çdo njësi administrative, është e pamujtur që ti të njesh probleme. Dhe vetëm në këtë formë atëherë kemi një këshilltar efektiv, një këshilltar i cili pavarësisht se përfaqëson një subjekt politik, interesin fundor e ka për qytetarin. Normal. Ulti, sigurisht që komisionet janë të rëndësishme, është pjesë e rëndësishme, pastaj që kthehet në vendimmarrje, kthehet në një konkluzion ligjor në fund krejt. Mirë po, krahas kësaj pastaj është edhe ekzekutivi, që është Bashkia e Shkodrës, edhe titullari që është kryetari i bashkisë. Si funksionon
edhe çfarë raportesh keni ose ju lindin edhe si perceptohet kjo edhe në publik nëse ke mundësinë e një opinionit thjesht, opinionit tuaj. Pa tjetër, unë do të shpreh konsideratat e mia të cilat lidhen dhe me punën e ekzekutivit, sepse normal ne marrim vendime, por ekzekutivi është ai i cili mandej vën në jetë çdo gjë. Dhe për te karakterit miqësor me kryetarin e bashkisë, unë do të them dhe njohjes me administratën, sepse kemi vite që njihim dhe që punojmë. Unë do të them, do shpreh të konsideratën time për punën e jashtëzakonisht të mirë që është duke bërë në qytetin e Shkodrës. Kuptohet punët, funksionet janë të shumta, qoftë tek afrimi i shërbimeve, qoftë edhe te investimet që bëhen për ta kthyer qytetin Bashkinë e Shkodrës në një qendër të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, kulturor, social, artistik, sportiv e kështu me radhë. Pra, duke ju largu atyne ofertave të cilat janë vetëm të karakterit natyror, Shkodra e kësaj, Shkodra e asaj. E rëndësishme është sa jaftë je këtij, që këta burime të resurse natyrore t'i vesh në shërbim në interes të qytetarëve, që e përkthyejmë ndryshe sjellin zhvillimin ekonomik, ajo për cilën ne jemi të interesuar. Dhe do të thosha për te karakterit miqësor është edhe marrëdhënia institucionale. Jam i bindur që kryetari i bashkisë është krejtësisht i vetëdijshëm për rëndësinë dhe peshën e madhe që Këshilli Bashkiak ka. Kuptohet që ne ndajmë her mas herët opinione dhe qëndrime, të cilat kanë bëjë me përmirësimin e punën në dy krahët. Dhe për mua është shumë e rëndësishme. Dhe në rolin e kryetarit të Këshillit Bashkiak, unë do t'jap gjithë kontributin tem në mënyrë që projektet e tilla, të cilat synojnë që ta transformojnë Shkodrën, të marrin miratimin e Këshillit dhe vetë Këshillit njihet përgjegjës për atë çfarë punon në këtë qytet në raport gjithmonë me ndryshimin. Ju nuk jeni sot për herë të parë edhe këshilltar edhe pa themi këshilltari ose pa themi kryetari i Këshillit Bashkiak. Keni qenë dhe herë tjera. Jeni një nga eksponentët e partisë, të majtës në Shkodër e Partisë Socialiste. Sigurisht, një sportist, në fund do bisedojmë me punë, talentuar, me kolegë bashkë, dikur. Por në Shkodër ka ndodhur një ndryshim i jashtëzakonshëm në 2023-shin. Dhe ti, sigurisht ke ndjekur edhe ato që vjen më përpara. Edhe atëherë ka pas ekzekutiv. Edhe atëherë ka pas një Këshill Bashkiak, sigurisht. Ka pas edhe një politik bërje e asaj kohë, si nga një Nepal edhe nga pala tjetër, si nga Djatha, si nga Partia Demokratike, ashtu. Sigurisht edhe të përbashkët kemi edhe miq edhe shok, po themi, ke Partia Socialiste, po edhe ke Partia Demokratike. Jetojmë në një qytet edhe qytetin e kemi të përbashkët. Nuk na ka dakush. Edhe nëse përpiqen ta ndajnë. I them për përdor një fjalë që varja nuk është bënë zero siç e ke zakonti ti bash. Interesimi është e përgjithshme. Është e përgjithshme. Tashti ajo që duhet të di edhe si opinion, më thënë është çfarë ndryshimi ka? Ti nuk je i vëmendshëm, e ke ndjekur edhe atë kohë, ke qenë prezente edhe në atë kohë. Çfarë ndryshimi esencial të duket edhe që do të kërkoje më tepër normalisht? Pavarësisht se është kohë e shkurtër, por ka ndryshuar kjo. Nëse i referohen a kësaj pyetje që i bati, unë do të kthehem para shumë vitesh. Unë kuptoj një diçka që nuk mund të ndërtosh të ardhmen e një qyteti o të kesh prishmërit për realizimin e projekteve në antagonizëm me qeverinë qendrore. Unë kam kuptuar diçka edhe nga puna, edhe nga detyrat e mëparshme administrative, që donatori më i madh është qeveria shqiptare. Sigurisht. Dhe gjithmonë bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Projektet të tilla, nëse kanë vlerësimin e duhur, janë projekte të cilat synojnë, jo projekte të cilat kërkojnë vetëm thjesht financim, por kanë synimin për ta kthyer Shkodrën në një qendër të rëndësishme rajonale, kuptohet që do marrin miratimin e qeverisë. Por duke u pa gjithmonë, duke luajtur me kartën se Shkodra e qeveria nuk e don Shkodrën,
Kanë menduar që gjithmonë përfitues do të jenë qytetarët, por në fakt qytetarët s'kanë përfituar asnjë gjë. Nuk e kanë. Është e vërtet, nuk e ka dashur qeveria Shkodrën. Ky është një Apo janë slogane. Ky është një argument i cili me justifiku atë mos realizim të objektivave dhe detyrave ose të premtimeve elektorale që ata kanë pas gjatë fushatave të ndryshme. Pra nuk mund të ushqehet. Kur ka dhënë premtimin, atë qeveri ka pasur. Atëherë pse e ke dhënë premtimin? Se ka dhe një non. Pra, si shiko, ka një diçka. Sa herë që qeveria, pra duhet kuptosh një gjë, që në buxhetin e bashkisë pjesa më e madhe e financimeve të paktën më përparshme vinin nga qeveria. Sigurisht. Dhe nëse ti je kundërshtar dhe antagonist me qeverinë, si pranon financimet? Edhe rrogën. Edhe rrogën. A kuptoj se është shumë ja, mund mos marrësh edhe rrogën. Edhe rrogën, nëse ti je kundërshtar, nuk e pse pranon. Pse do marrësh rrogën nga komunistat, se këtu është historia. Dhe shiko. Edhe nga mafia. Shiko, qenia ose prezantimi si antikomunist, më thënë, kishte vlerë dikur para 90-s. Sigurisht. Ja, antikomunist ishte para 90-s. Po pra, ka vlerë para 90-s, s'ka kuptim. Ka më vlerë më. E rëndësishme është që Partia Socialiste gjatë gjithë ekzistencës së saj, për nga vitet 90, nuk ka refuzuar kur të kritikojë të kalumen, por në njëjtën kohë ka bërë një gjë që është reformuar brenda vetvetes. Di në element në projekte që nuk e ka pranuar që e kanë bërë, për shembull, në kohën e zonjës Ademi ose zoti Bardhe, për shembull, kanë çuar në projekte nuk ka aprovuar qeveria. Pavarësisht asaj çka deklarohet në media, projektet të cilat kanë vlerë dhe kanë vlerësimin, sepse projektet kanë vlerësim teknik më apa. Qartë, normalisht. Vlerësim teknik. Më kujtohet një prej shokët tonë përbashkët, Marrë Zevçunin, arkitekt, i cili kur ishte në Ministrinë të Kulturës dhe si ministër prezantoi në një diskutim nivelin e projektit që paraqitet e Bashkia e Shkodrën. Ishte nivel jashtëzakonisht i dobët, nivel i cili nuk meritote financimin. Dhe kjo gjë nuk mund të përkthehet si një dashakësi ose mosdashje e financimit nga ana e. Ka qenë pak si zakon, për çdo dy letra çoi edhe ky projekt. Jo, ne duhet ta rrisim në një nivel krejt tjetër, atë çka prezantojnë, sepse ti ke një administratë e cila paguhet, ke një administratë me cilën ti pretendon që është profesionale dhe artimi i projekteve është një element shumë i rëndësishëm. Sot ne kemi projekte të cilat konkurrojnë, por elementi tjetër për cilën ne jemi të interesuar është gjetja e donatorëve, jo vetëm e qeverisë, por edhe e donatorëve të huaj, bankave apo diçka tjetër, për t'i realizuar, sepse secili prej këtyre projekte ka kostot e veta. Ne sot kemi një kryetar bashkie i cili sigurisht vjen nga një fush investimesh, studimesh, projektesh dhe normalisht administrimi të tillë nuk më mërmende se është kundërshtuar shumë si në një model qeverisje bie fjala djathtas edhe majtas. Problemi i Shkodrës sigurisht shkoi deri në atë pikë dhe sipas meje, po edhe disa të tjerëve që po mbeste jo mbeti poshtë në nivele investuese, po mbeti edhe poshtë në projekte, mbeti edhe poshtë qyteteve tjera në zhvillim. Këtë duhet ta pranojmë, ishte në mënyrë të tillë. Tash unë nuk po bëj propagandë, po mundohem të dal diku tjetër. Ndërkohë vjen edhe kryetari i bashkisë është Benit Beçi. Me këto djeni edhe me këtë aftësi të jashtëzakonshme në këtë lloj drejtimi. Sot Shkodra, Olti, është ajo që duhet të ketë vëmendjen shumë ke investimet, ke ndryshimi i saj, ke shërbimet, sigurisht bashkia e tillë është. Apo pas ka fillu edhe në fije problemi i kultural i saj, i trashëgimnisë, i sportit, që do bisedojmë në fund, ose i elementëve të cilët sigurisht janë. Shiko, ai në fund krejt, mbase nuk është publiku, populli, po themi, njerëzit mbase nuk janë kaq shumë të njëshëm për këtë punë. Kërkojnë shërbimin, kërkojnë investimin, kërkojnë rrugët, kërkojnë. Si shkojnë këto dyja paralel në kohën e sotme? Apo është e vështirë që ti marrësh në front, se mu më duket sikur janë marrë gjitha në front. Problemi është se a do mrihet që me të vërtetë vjen një moment që i marrim gjitha në front edhe Shkodra do të ndryshojë kryet put?
Ty si duket Shkodra sot si është në këtë lloj drejtimi? Unë mund të them jena pjesë e përditshme e jetës së këtij qyteti. Pozicioni i kryetarit të Këshillit më ka dhënë mundësi për te qytetit të shoh edhe punën që bëhet në njësitë administrative. Dhe do të them që janë punë të cilat një mënyrë e një tjetër nuk janë realizuar shumë vite më parë. Përfare, se të themi atë që është tash. Unë po nisim vetëm nga një fakt tek aspekti i shërbimeve. Qartë. Që afrohen nga ana bashkisë. Shërbimet kanë një kosto. Ka një kosto të cilët përballohen nga qytetarët. Në momentin kur nuk përballohet, nuk mlohet gjithë shërbimi me financim nga ana qytetarëve, nga tarifa që ata paguajnë, sepse paguajnë tarifa, nuk janë taksa, po janë tarife, atëherë është bashkia e cila nëpërmjet fondit të kontingjentes apo diçka tjetër, arrin ta molojë në mënyrë që qytetarit të marrin shërbimet e duhura. Ju shihni sot që ka një qytet shumë të pastër. Ju shihni sot që ka një rëqim publik i cili është në shurkëtësisht. Ju shihni që ka një administrim të gjithë sipërfaqeve të gjelbërta, edhe kontroll për mi sipërfaqe, ka pas edhe kontroll. Kontroll. Pra pothuajse çdo gjë që ka të bëjë me shërbimet afrohet krejt ndryshe. Unë do të them që nuk erdhi staf tjetër. Është po e njëjti staf, i cili për merit të mënyrës jo vetëm poshtë, po në gjithë nivelet. Pra janë ndryshuar vetëm po them pak drejtues, kurse pjesa më e madhe e stafit dhe e normareve janë ato që kanë qenë. Në mënyrë tjetër duke ofruar një panoramë dhe një punë krejtësisht tjetër në raport me atë çka vetë ekzekutivi ka. Tjetra që do të thosha, ju shihni që Shkodra sot është këtu në kantien ndërtimit. Kemi sa projekte të cilat janë fillu, janë drejt përfundimit dhe sa tjera të cilat janë në proces të nderimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar se si duhet zhvillohet një qytet. Element tjetër i rëndësishëm i cili lidhet me identitetin e Shkodrës, me kulturën e Shkodrës dhe që bjen sy jo vetëm për ne që jetojmë, por edhe për pjesën tjetër e cila viziton Shkodrën, janë kursitë e biçikletave. Janë kursitë e biçikletave, e cila në një mënyrë një tjetër e lidhin këtë qytet me të kaluarën e tij, si një relike e cila duhet vazhdimisht të mbështetet dhe të krijojnë atletësi të nevojshme, të premtuame të mobilitetit. Dhe kjo është një domosdoshmëri. Kuptohet që ka kundërshti për një gjatë të tillë. Normalisht sepse largohen makinat ka kundërshti, ka çefmetje, por kuptohet që ne nuk mund ndërtojmë kursi biçikletash të majta dhe të djatha. Ndërtojmë kursi biçikletash për të qytetarët e Shkodrës. Dhe pjesa më e madhe e qytetarëve të Shkodrës është dhe pjesë e kulturës, e gjithë ciklin e punëve të tyre. Pra në një perimetër krejtësisht e vogël e kryen nëpërmjet biçikletave. Edhe është e mira me kryen nëpërmjet biçikletave. Dhe kjo lloj mundësie i ka krijuar një lehtësi se pjesë e mobilitetit janë edhe ato. Kuptohet që mund të ketë pak naci edhe nga ana e pjesës të qytetarëve të cilëve lëvizin me makina, por për aq sipërfaqe, për aq shërbime që afron qytetit të Shkodrës, biçikleta besoj që është mjeti që e afron një gjatë tillë. Dhe pikërisht këto kursitë e biçikletave i kanë dhënë mundësi qytetit domethënë që të ketë një frymëmarrje krejtësisht tjetër. Shfaqjet e ndryshme në qendër të Shkodrës, festimet e ndryshme, pjesa kulturore e këtij lloji drejtimi është jo më duket, po është shumë fishuar edhe është jashtëzakonisht më mirë se sa çdo herë tjetër, sepse ne jemi prezent të dy kur kemi dalë dhe kemi parë mijëra njerëz të arktohen, po themi, me një Shkodër e cila feston në kulmin e saj dhe me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Këto janë aftësi të Benet Becit apo është e gjitha duke filluar nga Tirana dhe duke përfunduar ke Shkodra? Apo janë të dyja bashkë dhe duhet ta pranojmë që të ecim kështu? Unë besoj që ajo për cilën kryetari i bashkisë Benet Beci është votuar është të qenë një menaxher i suksesshëm. Normalisht. Dhe kjo është kërkuar. Është kërkuar. Përvojat e tij të jashtëzakonshme në institucione të ndryshme financiare kanë krijuar domethënë një profil të një menaxheri i cili në mënyrë e një tjetër është gjetja dhe zgjidhja më e përshtatshme që është bërë për qytetin e Shkodrës.
Kuptohet që pjesë e menaxhimit është edhe aspekti që lidhet me këtë që përmendët ju për sa i përket festave të ndryshme të cilat organizohen në qytetin e Shkodrës. Eventeve nga më të ndryshme. Evente nga më të ndryshme. Ka një interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm prej qytetarëve të Shkodrës, por edhe kur bie shi, edhe kur është ftoftë. Po, e kemi pa gjatë fundit të festave të fundvitit, por edhe festave të fundit të karnevale, apo festave të tjera të cilat janë të planifikuara dhe të parashikuara për të financuar nga buxheti i Bashkisë Shkodër. Kuptohet që përtej kënaqësisë shpirtërore, përtej afirmimit të vlerave kulturore të qytetit tonë, këto festa kanë edhe interesin e anën komerciale. Patjetër. Shana komerciale. Atë turistike. Vjen një moment që është turizmi në kulmin e tij. Është ana komerciale, sepse secila prej festave ka një qëllim në vetë, promovimin e vlerave të këtij qytetit. Absolutisht po. Absolutisht. Shkodra është qytet me një histori. Që ishte shumë më mrapa Korçës, tash është si Korça, ndoshta edhe kemi kaluar. Është një qytet me histori normal, të jashtëzakonshme, me vlera kulturore, të cilat një mënyrë e një tjetër e mbartin vite, shekuj, të cilat reflektojnë. Duhet demonstruar edhe duhet demonstruar. Janë asete të jashtëzakonshme. Dhe besoj që perceptimi dhe destinacioni jo vetëm qytetarëve brenda Shqipërisë, por edhe jashtë. Ne kemi parë shumë nga Kosova, nga Malizi, të cilët një mënyrë e një tjetër e kanë kthyer tash Shkodrën një destinacion për të shijuar organizime të cilat janë krejt ndryshe nga vitet e mëparshme. Administrata, si të duhet, kush është administratë që mund t'i bëhet vërejtje, po se mund mos t'i bëhet vërejtje, po mund të thuhet edhe kush është statusi i saj sot. Unë besoj që elementi me cilin administrata punon sot është elementi cili nuk ndodhet në presion. Në presionin politik apo në mosdëshirën për të punu. Është qartë që janë ba hapa... Debelizmin akut një njërë. Është shumë rëndësishme të përmendet që janë ba hapa, shumë të rëndësishme, janë vendime pikërisht që i ka marrë Këshilli Bashkiak, se një nga detyrat administrative është qoftë edhe përcaktimi i numrit të punonjësve, por edhe niveli i pagave. Dhe ju e dini shumë mirë që niveli i pagave, pavarësisht vendimit të Këshillit Ministrave, qysh nga momenti i fillimit punë të Kryetarët Bashkisë, është krejtësisht i ndryshëm. Jena realist, nuk mund të ketë punë pa shpërblim, dhe kjo administrat paktën në aspektin financiar. Paktën është shkruar edhe nga aspekti politik apo i presionit për të bërë gjëra të cilat nganjëherë dhe janë imponu. Është shkrirë për me tregu forcën, për me tregu aftësitë, për me tregu profesionalizmin e vet. Dëgjoj shpeshherë pjesë të opozitës që thonë i binin qafë demokratëve në administratë, sepse po të dëgjosh ka raste qetësie, po nganjëherë ka edhe shpërthime, nebuloza të tilla. Kush u ka rënë qafë demokratëve në Bashkinë e Shkodrës? Ju si Këshill Bashkiak s'ma merr mendja. Besoj që Këshilli ka detyra krejtësisht tjera, megjithëse kanë edhe një element shumë të rëndësishëm, krahas përfaqësimit dhe vendimarrjes dhe monitorimin. Qartë, normalisht. Dhe monitorimin e punëve të ekzekutivit. Dhe besoj që secili prej anëtarëve të Këshillit mund ta vendosin këtë rol jashtëzakonisht mirë. Po, patjetër. Ta monitorojnë një gjatë të tillë. Si njën në raport me pozicionin e punës, si rridhen me profesionalizmin, me realizimin e objektivave. E them si me çaka, por sigurisht nuk është as edukative, as gjë e mirë që ti bish në qafë kundërshtarit politik. Edhe në rastin kur ke qenë në të kundërt, ti bish në qafë atij. Po problemi që ndron këtu, pyetja duket sikur është sarkazëm nga ana ime, por problemi është që nëse do të kishim bërë një rezume të fakteve, vërtetohet se sa herë ndrohen pushtetet fshihen ata, dhe fshihen në masë, kupton. Nuk më rezulton se ka ndodhur në gjë ka qenë madhe dhe s'ka ndodhur pothuaj fare. Nuk është numër krejtësisht i vogël. I vogël. Janë pozicione të cilat në shumë raste janë pozicione politike të afërta me kryetarin këshilltar, të cilët një mënyrë një tjetër stafi ngushtë i tij do devizin, nësa pjesa tjetër vazhdon dhe është në punë. Thjesht kriteri... Po të bësh një opinion si njën, kanë vështirësi? Unë besoj nuk e kam
ushtru një gjatë të tillë për t'i pyet, por besoj kur ka kushte për të punuar si duhet, kur ka Apo kushte nuk e ko fare ta mendosh kur fillon punën? nuk e mendoj një gjatë tillë. Unë Qartë, thash kur ke kushte për me ushtru profesionin tënd, kur ke një shpërblim i cili plotson nevojat e tyre ekonomike, unë besoj që në gjykimin tem nuk ka të bëjë absolutisht përkatësia politike, ka të bëjë thjesht dëshira dhe vizioni për me punu me ata të cilat e dojnë një gjatë të tillë, e dojnë punën. Thash sepse sigurisht 32 vite, olti 33 vite të mësuar në një formë, që të thënë në një krah, edhe duke pasuar nga herë jemi dëshmitar të dy, po e marr përsipër ta them unë, duke pasuar nga herë nga gjyshi ke baba dhe ke nipi gjyshit, shpeshherë në punësim edhe në veprim, mbase ishte mësuar pak Bashkia e Shkodrës edhe administrimin e saj të funksionojë kështu në këtë lloj format. Por ajo që mund të them unë, nuk po deduktoj, po e them si opinion timin, është që hakmarrja nuk më ka rezultuar që shpeshherë bizedohet, asnjë lloj as kërkush nuk është marrë as hakmarrja, nuk është marrë as me, si më thënë, me spastrime në këtë rast. Dhe kjo është një bravurë tjetër. Besa duket është edhe në vizionin e asaj force që ka ardhur, edhe atij njeriu që është sipër asaj force. Nëse ju kujtohet në fushatën e 2023-shit, kryetari Benet Beci pa të bënë një thirrje, një letër publike. Qartë. Një letër publike gjithë administratës së Bashkisë të Gjykoni, atë çka është më e mira për Shkodrën. Pavarësisht që pati sulme të jashtëzakonshme nga pjesa tjetër, si një hipokrizi apo diçka tjetër, e vërteta sot është që letra ishte kërcisi sinqert. Ishte kërcisi sinqert. Dhe sot duhet ta pranojmë. Pra, u sulmuan projekte, të cilat ishin 3D, sepse nuk mund ndërtojmë projekte të cilët janë 1D, 2D, 3D, edhe për kuptimin edhe për shikuesin. Janë projekte të cilët në mënyrë një tjetër sot po zbatohen, po implementohen. Po lexoja piket që i thoshte dhe ishte kështu gjysmë eksponent të rrugës që vjen nga Shëngjini deri në Velipoj. Dhe njëri aty shkruante që ama se të janë gënjeshtra, thotë, këto janë fotografi, video të përpunuara, po video të përpunuara, po. Përpunuara se me inteligjencë artificiale. Po. Shkohet deri këtu, por nëse kjo pastaj është e dëmshme për ata që jetojnë, sepse fakti është tjetër. Në shumë diskutime janë ato të parë të cilët e shijojnë një gjatë të tillë. Mund të qelloj para 2 javësh isha të shifsha një pjesë të segmentit Shëngjin Velipoj, nuk e di atë ka rastis për me pa rrugën. Dhe pash shumë edhe prej antarëve të Këshillit apo të Bashkisë Shkodrës të ekzekutivit, të cilët në mënyrë një tjetër ishin të interesuar për ta pa atë investim, i cili për mua është investim i jashtëzakonshëm, panoramik, i cili në mënyrë një tjetër zerr tamam ato vlera dhe resurse që ka vlerë e madhe e turizmit. Vlerë e madhe e turizmit. Siç është rruga, siç ka filluar rruga Dukaxhinit, siç është rruga e Komanit, i cila ka filluar. Është duke edhe punohet në mënyrë intensive. Siç po punohet në mënyrë intensive edhe në rrugën Shirok-Zogë. Pra, gjitha këto investime, shiko, nuk janë investime të cilat thjesht mendje se bëhen për kujt, se po i bëjmë ne. Jo për kujt. Shiko, as nuk bëhen për propagandë elektorale. Thjesht janë investime që ose përpara, po dëgjoja përpara fushatës elektorale. Po çon si ka përpara fushatës e mbrapa fushatës. Me punu para. Është një thjesht si më thënë, pse hani para fushatës e po rrit të rrim pa hangër tash, si ç'të bëjmë? Është e rëndësishme që më kuptoj diçka, që këto investime nuk janë investime të cilat ne ndërtojmë rrugën Shirok-Zogë me një ndarje, me një trafik ndarse, ku do të ecin të djathtit në një krah dhe të majtit janë krah. Ne ndërtojmë për gjithë qytetarët e Shkodrës dhe përfitues janë gjithë qytetarët e Shkodrës, përfitues janë gjitha bizneset. Dhe bizneset nuk i klasifikojmë as të majta as të djathta. Pra, është e mira që të bëjmë, që po thonë, ideja është me kundërshtu politikisht, por brenda arsyes politike. Jo jashtë arsyes edhe politike. Ideja e një diçka e të mirë është ashtu siç thoni ju, Olte. Një rrugë që bëhet të çlidhe ka me demokratët. Por mua nuk më intereson se kur fillon. Edhe ditën e zgjedhën, nëse fillon, mua më intereson. Po sigurisht. Sepse një projekt i nisën duhet mbarojnë. Shumë patjetër, pa diskutim. Rregullat për mos ndërhyrë në zgjedhje për gjëra tjera janë element tjerë.
Po kur përfitues janë qytetarë, qytetarë, si mundin absolutisht. të shpërfillen këta projekte. Aq më tepër koordinuar edhe me projektet të cilat janë ato kanë prej kohësh që vazhdojnë. Po, që vazhdojnë. Ju shihni sot për shembull Zdralja është një investim i jashtëzakonshëm, një investim që ndryshon çdo gjë, por jo vetëm ndryshon mënyrën e këtij territori, mënyrën e organizimit të këtij territori, konceptin, po megjithatë dhe vlerën e pronës. Po patjetër. Është një vlerë e rritur e pronës. Po patjetër, pa diskutim. Patjetër. Një rrugë, një trotuar, një dritë, një sistem i tillë. Sigurisht. Kjo është mënyra me cilën administrata e bashkisë, kryetari i bashkisë punon për ta kthyer Shkodrën në atë qendër, në atë vlerë i cili ka dhe një element kështu se në krahasim me disa kryetarë të partisë të ndryshëm edhe të elementeve shtetëror, nuk më duket se marron një rrugë dhe del edhe flet. Kemi shembull kryetar bashkisë të tjerë që marrojnë, si më thënë, 10 metra dhe 20 metra të tjera. Edhe për mua është pak, jo pak, pa shumë e papranueshme, mërzitem, se i bie vlera. Ky kryetari jonë që duket s'ka qef ta bëjë këtë punë, se e ka mendimin e tillë që është detyrë e tij, nuk ka nevojë për propagandë. Unë besoj që puna më e mirë është fjala e qytetarëve. Qartë, normalisht. Ku qytetarët marrin shërbime më të mira. Ku qytetarët shohin që ka investime të cilat përmirësojnë jetën e tyre, ajo është reklama më e mirë. Absolutisht. Sepse qëllimi është për ta ndërtuar një gjë, për ta ideu, për ta ndërtuar dhe për ta realizuar. Nuk është e nevojshme fare propaganda kur bëhet. Këtë desha thonë. Propaganda nuk është si një mjet përfitimi. Bile ajo kthehet nganjëherë edhe në bumerang. Pra, nuk është mjeti i përfitimit që të merresh gërshanë dhe të presh shirita. Qartë. Përfitimi është gjithmonë kur qytetarët mesin të kënaqur dhe shprehin opinionin e tyre. Edhe nëse nuk i shprehin, merr shërbimin. Po. Kjo është e rëndësishme. Prandaj modeli me qira fjala ke qytetarët tash do bëj edhe si e kam zakon me banga një vretje edhe kështu shoqërore, më thon. Rriga herë për thonë Shkodër për seri, aty ke semaforët. Për herë të parë Shkodra ka semafor. Me një mik timin ish kryetar bashkie kur bisedohesh atë, zotënjor, pse s'vendosi semafor, ka i kohë semaforëve thotë janë rreth rrotullimet. Dhe të gjitha ato rreth rrotullimet që kanë bërë Shkodër, të gjitha gabimi kanë bërë, po hajt, një rreth rrotullimet. Si më semaforit për çfarë shpik? Po jo më i dashur është vendos edhe për psikologjikisht kur dele kuqja, se thonë mu nal. Jeshilja me ec, thotë edhe mesa ime. Dhe portokalli. Gjyshi do të ishte kuqe, prit jeshilën dhe tak niset. Okej. Rri për seri ke semafori dhe gjysma e qytetarëve e shkelin. Gjysma e kësaj gjysmës e shkelin me neveri, domethënë me pathos. Që du me e shkelin, pop, edhe i thot makinës rriti dhe shef edhe me inat. Elementi tjetër për shembull është ato korsitë e biçikletave. Si futet edhe gruaja me karrocë fëmijësh ose motori kundra, e kam bërë edhe unë një ditë, ma duk vedja, e bëna sepse u futa gabim, se desha me dalë shpejt. Tashti, ka edhe qytetarë tjerë, po më duket sikur në Shkodër janë më tepër. E kanë refleks këtë anti-rregull, apo çka ka ndodhur me Shkodër? Apo ka zgjat shumë ka lëngimi i Shkodrës një 30 sa vite. Kush halli? Nuk e kuptoj, s'di ta shpjegoj. Unë përmend edhe më përpara, e rëndësishme është që të jetë semafori, e kuptoj. Do ta thyej edhe ta thyej. E rëndësishme që qytetarët shlerohen nga kërkesat emocionale që kanë. Sepse mos i krijoj emocion as semafori. Sepse emocioni domethënë përcillet në mënyrë një tjetër. Pse e bani kë? Pse mos ta thej dhe unë tash? Pse mos ta thej? Dhe çështja është nuk merren me atë cila është e mira e qytetit. Dhe pse duhet? Sepse edhe lëvizja në vetveti është kulturë. Qartë. Është kulturë. Pra një qytet, domethënë ku ka kamsor, ku ka biçikleta, ku ka makina, ku ka çdo gjë e cila lëviz, semafori është mjeti i cili disiplinon. Dhe ti nuk mund ta shpërfillësh një gjë të tillë për shkak të qëndrimit që ke në raport me investimin nga kush është bë. Shumë e qartë. Ulti, je i zoti me bë në 100 metrësh në kohën e sotme? Ose a ke provu për shembull kot? Me thënë drejtën, ka një periudhë u ba pothuajse një vit që stadiumin vendin tim ku unë kam kaluar një pjesë mirë të viteve,
ti e kujton sepse ki kanë pjesë edhe ti së bashkut me bashkëshortën tënde. Një vjet që nuk e frekonte pistën e stadiumit. Dhe për me ba një garë sprintit kuptohet që kërkon përgatitje. Gara sprintit është element krejt tjetër, nuk është një garë, nuk është një maraton, e cila me asaj ka vetëm elementin ndoshta dhe simbolik të pjesëmarrjes, kurse garat e sprintit kanë impenjim krejt tjetër. Dhe për të shku drejt këtu kërkohet një stërvitje pak a shumë e planifikume, e rregullt, por asnjëherë nuk e mendoj që nuk mund ta bëj një garë sprintit. Ju keni pa që në Shkodër në 2023-shin organizu garat e veteranëve për sprintin. Ishte master një nivel organizimit i tillë që solli shumë atlet nga vendet të ndryshme të Europës veteran. Dhe me thënë drejtë konstituti më shtypi për shku me pa. Kishte mosha deri në 80 vjeç të cilët vraponin edhe 100 metra. Por këtë do thosha është stërvitje e përditshme. Bota dhe sportistët kanë një koncept të tillë e lajnë sportin konkurimin në nivel profesional, ku në aspektin e përditshëm ata e vazhdojnë sepse është pjesë e kulturës. Është gjë tjetër, por ata e vazhdojnë. Është pjesë e kulturës tyre. Dhe kjo besoj që duhet të jetë edhe për ne, kështu që nëse unë do të marrni për të konkuru, mi do t'ishe që t'ishe edhe ti pjesë, Urti, funit është kjo, unë shpeshherë flas me nostalgji për periudhën e sportit. Sporti im ka zgjatur rreth 24, 25 vjet. Dhe po ashtu edhe bashkëshortet, shumë edhe vajza për një periudhë. Sigurisht ne jemi produkte shumë sportive në familje, po ashtu je edhe ti, produkt sportiv, je rekordmen, je një kampion. Si e karakterizon atë shoqërinë sportive tonë? Më çon deri në ato kujtime, deri në atë konkluzion, sa them është një shoqëri jashtëzakonisht e mirë, gati ideale, po ta bizedos për shkak. E jashtëzakonshme. Edhe pse e ndarë në dy kohë, edhe para 90-s edhe mas 90-s. Unë kam pas fatin që shoqërinë sportive ose jetën sportive ta kem shtrim në dy periudha, para viteve 90 dhe mas viteve 90. Dhe gjithmonë kur bëj një gjykim të asaj mënyre të funksionimit të sportit, është rëndësishme të thuhet e vërteta. Qartë, normalisht, patjetër. Dhe e vërteta qëndron që kishte një organizim, një strukturë jashtëzakonisht të mirë. Strukturë e cila drejtonte sportin. Pavarësisht nga emërtesat politike, nuk do mund ndalte kjo gjë, por ama kishte një strukturë. Pjesën ideologjike, pjesë ideologjike. Unë shaf që sporti në një mënyrë një tjetër ka qenë një nga elementet më argëtues, jo vetëm për ne, por edhe për qytetin e tanë, për vetë historinë që Shkodra kanë në sport, por edhe institucionet e cilët janë marrë me te, kanë qenë institucione krejtësisht të përgjithshme. Ju e dini, keni qenë pjesë në kena pas klubin Vllaznia. Klubi Vllaznia ka qenë vendi ku gjithë sportistët gigant, një institucion i jashtëzakonshëm. Mos harrojmë një gjë që klubi Vllaznia kishte detyrimin për të u interesuar për secilin prej sportistave. Çfarë do të thotë për të interesu? Kishte detyrim interesonte për punën, interesonte për shtëpinë. Interesonte për shtëpinë, interesonte për gjendjen familjare, interesonte edhe për studimet, për shkollën, që janë element shumë të rëndësishëm. Pa harru që kishim edhe trajtimin, detyrim, i cili ishte një trajtim ushqimor. Dhe megjithatë kur bëj një paralelizëm me kohën e sotme, unë them diçka, si është i mundur që një sportist sado i interesuar të jetë për sportin, mos ketë një regjim ushqimor. Është pa mujtë që ta kesh. Ne kishim një regjim ushqimor, ishte klubi i cili na afronte një gjatë të tillë. Mos harro që kishim klubi Vllaznia kishte mjek. Kishte një strukturë të tillë, kabinet mjekësor, i cili bate përveç në çdo fillim sezonit, nëse e kujton. Pra kishim analizat e gjakut, kishim analizat e zemrës, kishim testet të cilat në mënyrë një tjetër. Nuk do ikte as kërkush nga doktor Xhedia. Po, është fakt kjo punë. Dhe ky lloj treguesi, ky lloj organizimit ka vlerë.
Ka vlet. Pra, unë shoqërinë aty në viteve, pavarësisht një pjesë e mirë e shokëve dhe e shoqeve nuk jetojnë në qytetin e Shkodrës, kanë emigruar, por kurdo që të kthehen dhe ne takojmë me ta, më duket sikur i kemi në jetën e përditshme. Kaq e fortë ishte lidhja jonë, kaq e sinqert ishte lidhja jonë. Pa llogarit emocionet që na kanë fal garat, konkurimet me ekipet e tjera. Ju dini që Shkodra konkurimin kryesor vllaznia e kishte me gjithë ekipet e Tiranës. Dhe një pjesë tyre dhe e furnizonte se do patjetër. Por kur po shifsha një gazet Sportin Popullor të vitit 89 ishte Spartakada Kombëtare dhe Shkodra zën vetën e parë me numrin e medaljeve. Ishte një konkurim i jashtëzakonshëm. Superfuqi, por edhe me rezultate të jashtëzakonshme. Mos harrojmë domethënë që përveç në të gjithë sportet, është rëndësishme për të përbën. Sot kanë mendin ke futbolli dhe pjesërisht ke lojën apo atëherë ishte. Unë për veti shoh edhe diçka në mënyrën, pra nëse morëm analizë periudhën e para viteve 90, periudha mas viteve 90, vuni në qendër, pra nëse periudha 90 kishte drejtuesit politik, të shkena presidentat. Rëndësishme është ç'a bajnë ta presidenta. Absolutisht. Qa sollen këto presidenta? Ti shiko, numri i trofeve në gjitha sportet nuk është më ai që ishte më përpara. Vllaznia ka vite që nuk fiton trofe në futboll, pa qysh në 2001-shin, kur ishte Meftar Çela president. Ose shumica trofe janë fituar para viteve 90. Por, ama, mënyra se si është organizuar, unë kisha thënë që duhet në shojnë. Patjetër. Unë nuk e perceptoj se si paret publike. Ti administroj një person pa nxjerr vetë ai. Paret publike, të cilat nxirren nga taksat e qytetarëve të Shkodrës, shkojnë për të paguar sportistë apo trajnerë të huaj. Nuk jam nuk du për ta diskutuar diskutimin, por ama cili është motivi që të rritë pa familjet shkodrane, të rritë shkodrane të merren në sport. Unë kam bërë edhe bisedë me presidentët mundën ta dhe i kam thënë në mënyrë të tillë. Presidenti i sporteve, sidomos për ato. Kushdo, cili do të sport? Jeni ju, sepse ju jeni kryetari i bashkisë dhe përfaqësoni edhe taksa paguesin Shkodran. Ç'kuptim ka në një lishmëri shumë të dyshueshme të jetë një president i cili administron këto para? Administron para tona. Sigurisht, ç'kuptim ka kjo? Dhe sigurisht nuk ka një detyrim për paratë e veta, se këtu është historia. Shiko, kam një shembull. Atletika që del vazhdimisht kampion, gjej rastin me falenderua ata shumë përkushtuar trajnera dhe sportistët e jashtëzakonshëm. Me të gjithë që janë atje, absolutisht në nivelet që janë. Ata nuk kanë një president, ata administrojnë vetë, ata shkretet. Jo, ata kanë presidentin sepse funksionon mbi bazën e shoqatave. Shoqata, jo, presidenti i tyre është kryetarneri i tyre, në djenin time. Pra ata nuk kanë president që të shprehë për sipër. Ata marrin për sipër. Edhe sigurisht e kuptoj që aty administrohen paratë më mirë. Po në rastet që është një president, administron paratë e bashkisë Shkodrës, edhe sigurisht nuk e di çfarë llogarie jep për a kanë nxjerr apo s'kan nxjerr paratë e veta, dhe në shkushte funksionon kjo punë. Kjo tash i Olti më duket pak e diskutueshme, po më vjen mirë që edhe ju jeni me këtë lloj. Jo, jam sepse unë e shoh të tillë, domethënë sepse demotivohen të rinj. Normalisht, absolutisht po. Sepse gjithmonë nëse ti po marrim basketbollin apo futbollin apo cilin do për sport, nëse ti thuaj që unë kam planifikuar që pjesë e ekipit do të jenë amerikan, gjithmonë perceptimi për basketbollin amerikan është ai që shohim në nivelin NBA. Po asnjëherë këtu niveli aty në të cilët vijnë nuk është i tillë. Nëse flasim për futbollin, pa erdhi futbollist brazilian apo diçka tjetër, gjithmonë perceptimi atë që shohim për futbollin brazilian nuk është i tillë. Pra ne jemi shkënjy nga Brazili. Pra dhe cili është qëllimi? Sa e promovojnë sportin këta gjëra? Cili është kontributi tyre për ta trashëguar një gjë të tillë? Marrin atë detyrim që kanë mbi bazën një kontrate dhe pastaj promovimi i sportit lën shumë për me dëshiruar, sepse kështu është ndërtuar kjo mënyrë. Gjykimin tim duhet ndryshojnë. Duhet të ripar edhe duhet të ripar, sepse unë po them vetëm në buxhetin që ne kemi miratuar të vitit 2025 janë 44 milion. Duhet thënë edhe buxheti i sportit. Ose 440 milion lek, të cilat shkojnë për shoqatat sportive. Qartë. Shoqatat sportive. Pra nëse ne do kishim një ndërthurje, pra një përgjegjësi nga ana financiare, unë kam mundësi për ta financuar deri në këtë pikë dhe çfarë do marrin përsipër presidentët, unë besoj që sukseset do ishin. Po patjetër.
do të kishte suksese. Patjetër. Kjo është mos e qartë. Do kishte suksese. Po jo thjesht po administroj paret. Paret e mia. Se për ndryshe Po, kemi nevojë fare për këtë punë. Ose duhet ndryshojmë qasje, Qartë. për sa i përket orientimit ose investimeve, të cilat në Për të Shkodër motivuar dhe drejton, nuk është nevojë të ti zëvendësojmë nga herë dhe me njerëz, duhet me thonë, me njerëz kot që vinë për atje. vetëm se vjen nga jashtë, unë mundova me konsiderat që është një nivel konkurrues, një nivel i cili të çon te trofeu. Po, ne nuk jena modeli i Lezhës, i cili krijon ekipin e basketbollit pas një lloj traditet. Pra, kush e shijon basketbollin e Besledhjes? Mund ta shikosh ti për momente, po cila Ai është e bën sepse i ka marrë gjithë thujt, ka paguar. Nuk ka si le, Shkoda ka traditë. Qartë normalisht. Shkoda ka trajnera, Për basketbollin, për volejbollin, për atletikën. Shkoda ka talente pafund, nëse punohet me ta dhe suksesi ta garantoj është i mujtun, nëse gjithmonë ngërshetohet përvoja e jonë me përvojën e tyre, po ta dominojnë ekipin të hujt dhe shpresa për të marrë me sport. Dhe shpeshherë duke mos bërë asgjë dhe me duke mos bërë asgjë dhe duke marrë vetëm thjesht ato pagesat të cilat një mënyrë një tjetër kur vjen në fund i vitit përkthehen në dështime. Ulti, besoj se një emision nuk je. Ne kemi plot biseda të tjera për të bërë, po një emision kaq mban, nuk. Megjithatë të falenderoj shumë që ishe sonte me mua dhe për bisedën e këndshme, sikur njohse, sidomos për Këshillin Bashkiak edhe për Bashkinë e Shkodrës. Të falenderoj edhe për fjalët e mira të sportit në fund. Falenderoj edhe për qytetarin e mirë, edhe devotshëm, të përmbajtshëm shumë, sidomos në drejtimin e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Faleminderit Besnasi, ishte për mua që isha me ju në emisionin Rrallës. Faleminderit. Miq të RTS Shkodrës, miq të Studio D, ky ishte takimi për sonte, jap takim të martën tjetër. Natën e mirë.